Forcat ajrore të Shqipërisë festuan 75 vjetorin e tyre me fluturime avionësh luftarak, grek dhe italian. Lexuam një postim veçanërisht interesant në Instagram, të cilin e citojmë të plot. Në eventin që u zhvillua sot për të festuar 75 vjetorin e themelimit të forcave ajrore shqiptare, 3 avion grek F-16 kryen një fluturim nderi. Në event, ambasada e Greqisë u përfaqësua nga atasheu i mbrojtjes. Si aleat të NATO-s, Greqia dhe Italia sigurojnë mbrojtjen dhe policimin e hapësirës ajrore të Shqipërisë. Duke kërkuar më shumë informacion në faqet e internetit, gjetëm se të njëjtën, më 30 prill 2026, forcat ajrore shqiptare festuan 75 vjet nga themelimi i tyre, i cili daton më 24 prill 1951, kur piloti Peço Polena bëri fluturimin e parë në hapësirën ajrore shqiptare me një avion Jak-SP. Po atë ditë, skuadroni i parë i avionëve luftarak u krijua në aeroportin e Laprakës nën komandën e Babac Faikut. Në atë kohë, forcat ajrore shqiptare kishin 12 avion. Ngjarja u zhvillua në bazën ajrore në Kuçov. Në ceremoni presidenti shqiptar Bajram Begaj theksoi se forcat ajrore shqiptare po hyjnë në një fazë të re transformimi. Ndërsa ministri i mbrojtjes së Shqipërisë njoftoi rihapjen e shkollës së aviacionit në Vlorë pas 20 vitesh, me qëllim trajnimin e pilotëve ushtarak dhe civil dhe kontrollorëve të trafikut ajror. Ai theksoi gjithashtu se modernizimi i forcave ajrore shqiptare, me mbështetjen e aleatëve, veçanërisht SBA-s, do ta zgjerojë rolin e Shqipërisë për mbrojtjen e sovranitetit kombëtar. Por kujtojmë se aktualisht sovranitetin e Shqipërisë e kanë ndërmarrë Greqia dhe Italia, si kontribut të tyre, në sigurinë kolektive brenda NATO-s. Presidenti u referua gjithashtu investimeve në flotën e helikopterëve, sistemeve të mbrojtjes ajrore toksore, mjeteve ajrore pa pilot dhe mbikëqyrjes ajrore të integruar. Vlen të ngrehim një pyetje. Sa avion ka aktualisht Shqipëria? Bazuar në sa më sipër, kërkuam më shumë informacion rreth forcave ajrore shqiptare dhe avionëve që ajo ka aktualisht. Siç dihet, pas luftës së dytë botërore, Shqipëria e diktatorit Famzi zhvilloi marrëdhënie të shkëlqyera me ish-bashkimin sovjetik të Stalinit. Avionët e parë luftarak shqiptar ishin Jak-9P. Pasuan lloje të ndryshme të MiG-ve sovjetik. Disa nga MiG-15 që Bashkimi Sovjetik i dha Shqipërisë ishin tërhequr nga Korea e Veriut. Në vitin 1962, marrëdhëniet Shqipëri-Bashkim Sovjetik u prishën. Në atë kohë, Tirana ju drejtua Kinës. Kinezët i dhanë Shqipërisë një numër të konsiderueshëm avionësh luftarak Shenyang J6, një kopje kineze e MiG-19S. Në fillim të viteve 1970, shqiptarët shkëmbyen grupin e avionëve luftarak MiG-19 PM me 12 avion luftarak Chengdu 7A, teorikisht më të përparuar, një kopje kineze e MiG-21 sovjetik. 2 prej tyre u humbën në aksidente ajrore në fillim të viteve 1970 dhe 8 hasën probleme me mungesën e baterive në fillim të viteve 1980. Do me thënë 10 nga 12 avionët kinez ose u rrëzuan, ose nuk ishin në gjendje të fluturonin. Pas prishjes së marrëdhënieve Tiranë-Pekin, situata u bë edhe më e vështirë për Shqipërinë. Përpjekja e Shqipërisë për të riparuar motorët e MiG dështoi, kryesisht sepse karburanti special i avionëve, TSI, i prodhuar në Kuçov, një derivat i vajgurit, ishte me cilësi të ulët, gjë që reduktoi gjatësinë e motorëve të avionëve. Kjo rezultoi në shumë aksidente tragjike që përfshin avionët MiG. Gjatë luftës së vitit 1997, 7 avion luftarak shqiptar u shkatëruan dhe pjesët e tyre u vodhën. Në fund të vitit 2004, të gjithë avionët luftarak të Shqipërisë u tërhoqën nga përdorimi, pas një aksidenti fatal në aeroportin Nën Tereza të Tiranës, me një avion J6 që u rrëzua me njëherë pas ngritjes. Në vitin 2011, forcat ajrore shqiptare shitën 4 avion 14 për skrap. Në vitin 2016, qeveria shqiptare njoftoi se 40 nga avionët e saj luftarak të dalë në pension do të nxirreshin në Ankand. Disa muaj më vonë, ajo njoftoi se kishte interes nga koleksionistët dhe muzet për to, dhe se nëse 40 avionët do të shiteshin në Ankand, do të nxirrte në Ankand edhe 100 të tjerë. Të ardhurat nga Ankandet do të përdoreshin për të blerë avion të rinj dhe për të përmirësuar infrastrukturën e aviacionit të vendit. Nuk dihet çfarë bëri qeveria Rama një me Ankandet e famshme. Ndoshta një tjetër çështje për hetim. Dole në Ankand, apo jo dhe nëse po, sa u shitën? Megjithatë, sot Shqipëria nuk ka asnjë avion luftarak që mund të fluturojë. Theksojmë, Shqipëria nuk ka asnjë avion luftarak që mund të fluturojë. Flota e saj ajrore përbëhet nga disa helikopterë dhe dronë të përdorur. Le të shohim tani disa të dhëna më shumë. 28 helikopterë, shumica e të cilëve të përdorur dhe disa dronë përbëjnë forcën ajrore të Shqipërisë.
Për shkak të mungesës së avionëve luftarak dhe pamundësisë për të blerë të rinj, Shqipëria ju drejtua tregut të helikopterëve. Kështu, aktualisht Shqipëria ka 7 helikopterë të përdorur Augusta Bell 206 C1, të dhuruar nga Italia në vitin 2003, 7 helikopterë të përdorur Augusta Bell 205 C1, të dhuruar nga Italia në vitin 2005, 6 helikopterë të përdorur MBB Bo 105, të cilët u modernizuan para se të dorëzoheshin nga Gjermania në Shqipëri në vitin 2006, sipas standardit Bo 105-4, 4 AS-532AL, Eurocopter AS-532 Cougar, të dorëzuar nga Franca midis viteve 2012 dhe 2014, 2 Eurocopter EC-145 të dorëzuar nga Gjermania në vitin 2015 dhe së fundmi, 2 Sikorsky UAH-60 Black Hawk që Shqipëria bleu nga Shtetet e Bashkuara, teksa ka porositur edhe 4 të tjerë. Në të njëjtën kohë, Shqipëria ka 6 dronë RQ-20 Puma të blerë nga Shtetet e Bashkuara, një numër të panjohur dronësh Magni X dhe Thor të blerë nga Izraeli, dhe 3 dronë Turq Bayraktar të B2, teksa ka porositur edhe 6 të tjerë. Më 10 tetor 2024, Edi Rama në një konferencë për shtyp me Tayyip Erdogan, njoftoi se Turqia me të cilën Shqipëria mban marrëdhënie të shkëlqyera, do t'i dhurojë një numër të papërcaktuar dronësh kamikaze Tiranës. Kjo nuk do të thotë, theksoi Rama, se Shqipëria do të sulmojë këdo. Është thjesht një dhuratë nga miku i saj Turqia. Në mars 2025, Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë ngarkoi një video në kanalin e tij në YouTube që tregon dronët kamikaze, të cilët, siç tha ai, ka një rrezë veprimi prej 60+ kilometrash. Avion grek dhe italian fluturuan mbi bazën e Kuçovës gjatë festimeve shqiptare më 30 prill. Aktualisht, Shqipëria nuk ka avion luftarak dhe nuk duket se do të jetë në gjendje të sigurojë ndonjë së shpejti. Kështu, policimi dhe ruajtja e hapësirës së saj ajrore është ndërmarrë, në kuadër të NATO-s, nga avion grek dhe italian. Mast Channel. Please subscribe.